Me 28 dhjetor 2025 fitoi populli I Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Lëvizja vetëvendosja udhëhequr nga Albin Kurti ka dalë fituese e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura dje, me 28 dhjetor, një fitore e qartë politike dhe një mandat I ri për qeverisje. Sipas rezultateve preliminare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve KQZ, lëvizja vetëvendosje ka marrë rreth 49.3% të votave, duke siguruar 56 ulse në kuvendin e Kosovës me 120 vende, një shumicë parlamentare që jep mundësi formimit të qeverisë pa ndihmën e koalicioneve të mëdha. Kryeministri në detyrë Albin Kurti shpalli fitoren dhe falenderoi qytetarët për besimin e dhënë, duke cilësuar këtë fitore si një moment historik për vendin dhe shoqërinë. Ai gjithashtu bëri thirrje për bashkëpunim konstruktiv me partitë opozitare në kuvend për të adresuar çështje kryesore kombëtare dhe për të siguruar stabilitet institucional. Zgjedhjet shënuan një goditje të rëndë për Lidhjen Demokratike të Kosovës LDK, e cila përfundoi e treta me rreth 13.7% të votave, duke fituar rreth 15 ulse në kuvend, një rënje ndjeshme krahasuar me mandatet e mëparshme. Partia e dytë më e votuar doli Partia Demokratike e Kosovës PDK me rreth 21% të votave dhe 23 ulse, duke ruajtur rolin e saj si forca kryesore opozitare. Në parlament hyri edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës AAK me rreth 6 ulse, ndërsa partitë e komuniteteve të pakicave kanë siguruar mandatet e tyre sipas kuotave kushtetuese. Kështu do të duket kuvendi I Republikës së Kosovës sipas rezultateve preliminare nga KQZ. Lëvizja vetëvendosje 56 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 23 ulse, LDK 15 ulse, AAK 6 ulse.